Si të mbjellim tokën e xhennetit. Profeti alayhi salam përshkruan momentin kur është takuar me Ibrahimin alayhi salam, me profetin Ibrahim alayhi salam, gjatë udhëtimit të Isras. Pra kur profeti alayhi salam u ngjit drejt qiellit. E Ibrahimi alayhi salam i thot: "O Muhammed, përcjelli ummetit tënd selamin. E thua ju atyre se toka e xhennetit pra është tokë e mirë. Uji është i ëmbël. Ajo është tokë e rrafsht, pra ku në të nuk ka të mbjella. E të mbjellat e saj janë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Vlla im, motra ime, thuaj këto 4 fjalë. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Thuaj këto fjalë shpesh. E lusim Zotin e gjithësisë që në xhennet të kemi shpërblime të shumta. Në xhennet t'i arrijmë pra këto shpërblime, këto mirësi. Le të shfrytëzojmë këtë dynja, këtë jetë që na ka dhënë Allahu i lartësuar, që të mbjellim botën tjetër. Të gjejmë atje mirësi të shumta. Janë fjalë të lehta, por shpërblimi i tyre është tepër i madh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu i rujt.